A ka qenë i përndjekur babai? Fshati jonë është një histori, se ka qenë fshati, ka qenë Abbas Ermeni, ka themeluar Ballën. Ka qenë ky fshati këtu. Okay. Edhe kanë qenë gjithë së fshat këtu, kanë qenë fshati i cilësuar, kemi qenë përndjekur. Po të gjithë, apo mirë, ju pas keni qenë fshati ballistave? Po, ne jemi fshati ballistave. Dexha i babit tim ka qenë haber 18 Nuk e dija. Është hera e parë që unë vi në Ermeni, me thënë vërtetë. Po, këtu është fshati ballistave, këtu ka pasur origjinën. Është fshati Abbas Ermeni. Dhe ai mbajti emrin e mua përmbi emrin mbajti të fshatit. E kuptoj. Është qartë. Po edhe gjyshi ka lindur këtu? Këtu. Edhe stër gjyshi ka qenë këtu? Po, mund të jenë 3-4 breza. 3-4 breza që jeni këtej, ë? Edhe ti do t'i qëndrosh besnik Ermenit. Deri diku po, ne? Deri diku. Mirë. Falenderoj shumë që e bëm këtë bisedën bashkë. Faleminderit. Edhe kujdesu gjithmonë për baktit, se kjo është punë shumë e bukur. Ta kisha dashur me zemër, në fshat do kisha qëndruar, se s'dua asun të qëndroj në... As ti qytetin, e? S'po pëlqen qyteti. S'po pëlqen shumë qyteti, po ç'ti bëj punës përditshme. Në kohë, ikëm djeni në fshat, bli del, rri, lot. Po tani i blejnë edhe për Instagram. Po ku ta çoj qofsh ti thoj? Erzeni. Ore di që nge i poshtë. Shtotë e natë, Erzeni zoj se gjeni. Shiko, e mbyll këtë intervistën time me Real People. Mos harroni që të ndiqni kanalin e YouTube-it, Florigjini. Mos harroni gjithashtu që të më jepni sugjerimet tuaja në rrjetet e mia sociale, në Instagram, të më shkruani në Facebook, të më shkruani personazhe që doni që unë t'i intervistoj, edhe ndoshta pse jo ndonjë surprizë interesante të cilën mund ta bëjmë. Dikë që ju duhet patjetër që edhe ta keni kujtim, se kjo është gjë shumë e bukur. Kështu që më lini komentin tuaj aty, edhe duhet kemi njerëz të mirë në këtë jetën tonë, njerëz real. Takohemi në, nuk e di, puntatën e radhës, videon e radhës që do hedhim bashkë. Ju përqafoj. Ciao. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.